edhe sot nuk bëri asgjë tjetër, është i njëjti qëndrim i tij, me fjalime patetike, gjithë ngjyrime letrare dhe në fakt qytetarët Pjesë e duhen retorikës të tij së zakonshme, apo jo? Po. Domethënë ishte fjalim i gjatë, fjalim dominant, fjalim i një autokrati, ku gjithçka e vendos ai, dhe të tjerët rinë dhe dëgjojnë, nuk kanë reflektime. Tash ne po jetojmë në një periudhë historike me këtë protestë. Nuk ka ndodhur në 36 vite që të ngrihet rinia. Ajo që është më e goditura, sepse ka të bëjë pikërisht me vazhdimsinë dhe të ardhmen e saj dhe pasigurinë që ka këtu. Dhe nuk kemi reflektim, por kemi sulme të njëpasnjëshme, duke filluar që me fillesën e protestës edhe sot. Pra, brenda Megjithatë i kanë ndryshuar qëndrimet nga dita e parë, apo jo, zonja Karabina? Pra, ka pasur po e them në një mënyrë ulje ngritje në reagimet që ka pasur protestën, apo jo? Shiko, e bën këtë gjë sepse po e shikon që protesta ka marrë këtë lloj përmase, është ndërkombëtarizuar, shkruajnë mediat ndërkombëtare dhe nëse në fillimet e saj thuhej që janë ngritur ndaj një projekti në Zvërnec, tani thuhet që janë ngritur ndaj klasës politike, janë ngritur ndaj kësaj qeverisje. Kështu që të gjitha këto, sigurisht, atë që kryeministri u mundua përmes një propagande të ndërtoj në arenën ndërkombëtare, e ka rrëzuar protesta me njëherë. Pra, materja e kësaj proteste... Zonja Karabina ndjesë të ndërhyra në fjalë. Pra, materja e kësaj proteste, po e quaja, që lidhej pikërisht me projektin e Zvërnecit, nuk është shuar, po thjesht ka marrë një trajt tjetër, pra është transformuar nga një kërkesë që lidhet me projektin në një kërkesë për ndërheqjen e kryeministrit, dhe kam përshtypjen që çfarëdo që ndodh me projektin nuk është më pjesë e kauzës qendrore